Andaj neve, sa dush, për shemë që ka thonë pejgamberi alayhis salam, kur t'vjen e dëgjalli, apo, ajta të një jam zot, pa të me pështërsu dhe licu, një fmi i vogël, thot, ti zot, apo, ti qafiri, jo zot, ti as insan, as besimtar, jo, qafiri. Andaj pejgamberi sa më ka thonë, i shkruan qafir, ja lexon çdo besimtar, apo, ja lexon që mirë vëzër, një qafir sot, kur ja shem ball dikujt qafir, a ja lexon? Një qafir është, edhe një tjetër qafir e ka shkujt në ball kafir. Ki qafira e lexon kafir jo. Besim do të thotë, ka shkujt në ball qafir pas shkujta. Pra vëzër, pa iman nuk i lexon hakikatën. Pa iman su një shet vërtetat. Pa besu në Allah, kit ka e prapë dori muhabetet. A kur ti lexosh senet me Zot, kur ti lexosh me Iqra bismi rabbikal ladhi khalaq, është edhe besimin, edhe mosbesimin, edhe shirkun, edhe imanin, edhe kufrin, edhe besimin. Për këtë arsye, pa e besu Allahun dhe pejgamberin alayhis salam, ka mundsi njëri edhe viçin me e besu për Zot.